Të nderuar deputet, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra të kabinetit qeveritar, i ha punimet e seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës sipas vendimit të Kuvendit numër 10/5/14 datë 16 shkurt 2026. Por paraprakisht më lejoni që t'i adresoj dy çështje sot në këtë seancë të Kuvendit, pra në 37 vjetorin e grevës së minatorëve të Trepçës, nderojmë dhe përkulemi me respekt para një prej kapitujve më të fuqishëm të historisë sonë, qëndresës së minatorëve të Trepçës. Greva e minatorëve nuk ishte vetëm një akt sindikal, por një kushtrim qytetar dhe kombëtar. Sakrifica e tyre u kthye në pikë kthese historike, duke paralajmëruar fundin e një sistemi shtypës dhe duke forcuar themelet e rrugëtimit tonë drejt Republikës. Sot, duke i kujtuar ata, ne rikthejmë vetëm një ngjarje, pra jo vetëm një ngjarje, por edhe ripërtrim zotimin për ta mbrojtur dhe fuqizuar shtetin tonë çdo ditë. E po ashtu sot shënohet dita botërore e drejtësisë sociale, prandaj kujtojmë dhe nderojmë të gjithë ata dhe ato që punojnë çdo ditë për të sjellë më shumë drejtësi në shoqëri, që luftojnë kundër varfërisë, përjashtimit, pabarazisë gjinore dhe papunësisë, por po ashtu edhe që angazhohen që të mbrojnë të drejtat e njeriut.